Po, mund të ketë një rrezik më shumë për Edi Ramën, se mund të ketë më shumë të dhëna të bashkëpunimit në këto krime, por nuk ka më shumë të drejta se asnjë deputet tjetër. Kanë marrë 48 orë deri në 72 orë në 5 vitet e fundit që nga krijimi i prokurisë së posaçme. Dhe ne do të ruajmë një standard. Pastaj e Pandera mund thotë unë dua edhe të ha baklavan, edhe të ha gjelin e detit, edhe të kem kohë për të intimiduar dëshmitarët, edhe të kem kohë për të grisur dokumentat. Por ne prandaj jemi këtu për të garantuar një proces normal brenda drejtës saj kushtetuese, po pa te i kalim. Nëse kërkesa juaj për një mbledhje, Prokuria tha se 3 ditë kohë janë të mjaftueshme, megjithatë nëse çmohet nga antarët e Këshillit për më shumë kohë, maksimumi do duhet të jetë 5 ditë. Dhe kërkuan që të përmbyllej gjithë procesi, sepse në mbledhje kuptuam dhe qëndrimin tjetër deputetëve të mazhorancës. Ne bëm thirrje që të mblidhet kuvendi dhe do të paraqesim kërkesë për mbledhjen e kuvendit një sesion të jashtëzakonshëm. Jo, nuk e kanë me ngut. Sot të mblidhet Këshilli me 20, të marrë Këshilli sa kohë i duhet, pastaj dhe 2 javë të tjera. Ju jeni dëshmitar. Kur ka marrë në Këshilli rregullores, 2 javë kohë për të shkruar raportin. Maksimumi ka qenë 72 orë pra. Ka marrë 72 orë për të shkruar raportin. Këta lanë të kuptohet, jo lanë të kuptohet, po e thanë qartazi që do të merreshin 2 javë kohë dhe kur t'i binte seanca pastaj pas raportimit. Me afatet që duan të ecin, i bie që kjo çështje të shqyrtohet në fund të muajit shkurt. Me afatet që kanë vendosur. Deri në shkurt Belinda ka hëngër baklavan, gjelin e detit, ka hëngër dhe dëshmitarët. Edhe provat. Dhe kjo është shumë e rëndë. Kjo që ka bërë sot Edi Rama në Këshillin e Mandateve është e pa precedent. Në rastet e tjera, do duhet të kujtoni, nuk ka pas kërkesë prokurisë, ku të ketë qenë shënuar që me metoda speciale e timi është provuar që dëshmitarja, e Pandeura, po prish prova dhe po intimidon dëshmitar. Është rast i parë. Në gjitha rastet e kemi pas me ngut. Këtu ku na thuhet që e kemi me ngut ta marrim masën e sigurimit, ta çojmë kërkesën në gjykat, sepse po prish prova dhe po intimidon dëshmitarët, përfaqësuesit e Edi Ramës në Këshillin e Mandateve thonë s'ka asnjë ngut, e marrim letshëm, bëjmë pushime, japim kohë të prishi provat, se ky është interesi i Edi Ramës. Zoti Bardhi, nëse kërkesa juaj për një mbledhje të martën ose të hënën nuk pranohet, si do të veproni? Kryetari i kuvendit është i detyruar të thrasë mbledhjen e Këshillit ku e kërkon 1/5. Edhe në shkresën që i ka çuar sot Belinda, një e dyta. Edhe në shkresën që i ka çuar sot, njoftimin që i ka çuar të Pandeurës, e ka vënë dieni që të vi dhe të mbrohet. Sot nuk erdhi të mbrohet. Tha 72 orë, tha nuk kam pas kohë të përgatitem. Ndërkohë që po ju them dhe diçka tjetër që e konfirmuan dhe prokurorët. Siç ju e dini, e Pandeura i ka marrë materialet nga Spaku. Sepse është marrë e pandehur për njërën nga procedurat, është person në hetim me mas sigurimi për një procedurë tjetër, dhe pjesën ndërmuese të materialeve që ndodhe dhe në USB i ka marrë paraprakisht. Pra është e përgatitur. Ka vetëm një pjesë të dhënave shtesë që do duhet të shqyrtoj. Por ne nuk shqyrtojmë në themel provat. Dhe e përsërita e thash edhe në mbledhje. Gjykata i ka dhënë 3 ditë kohë që të njihet me provat. Vendimi për caktimin e masës është marrë në 19/11 dhe gjykata ka rivlerësuar masën dhe ka marrë personin në pyetje dhe ka lënë në fuqi masën në datë 22. Pra gjykata në respekt procesit të rregullt dhe drejtës për të mbrojtur të personit në hetim dhe personit të pandehur, i ka dhënë 3 ditë kohë me u njohur me provat, me hyrë në themel provave. Ne që nuk do të hyjmë në themel provave, kërkohet 3 javë. Pra kjo është qartazi, një tentativ e Edi Ramës dhe Belinda Ballukut për të zvarritur drejtësinë, që të fitojnë kohë për të prishur provat dhe për të intimiduar dëshmitarët. Faleminderit shumë.